Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni Vlen përfundimisht ndahet nga Alianca për shqiptarët për zgjedhjet e ardhshme vendore. Kryetari i Lëvizjes Demokratike tha se është konstatuar vetë përjashtimi i Aravarit nga koalicioni. Në një konferencë përshtyp, Izet Mexhiti tha se shkak është bërë vendimi i Aleancës për të garuar në zgjedhjet lokale me lista të veçanta për këshilltarët komunave. Në asnjë mënyrë pra nuk ka pas në asnjë moment pra vendim nga një parti politike me domethënë të shkon veç dhe të tjera të shkojnë bashkë. Me atë ai u largu, ai dëshmoi që është në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, ai don ta luajë rolin e viktimës. Ne sot vetëm e konstatojmë vetë përjashtimin e tij pra nga Vleni. Krahas asaj, Mexhiti deklaroi se të gjithë anëtarët e tjerë të koalicionit do të kërkojnë vota në zgjedhjet vendore me lista të përbashkëta për këshilltarët dhe kryetarët komunave. Mexhiti u bëri thirrje votuesve të Aleancës të distancohen nga, siç tha ai, politika përçarëse e Aravarit. Me këtë rast, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve, simpatizantëve, votuesve dhe funksionarëve të Aleancës për shqiptarët, që të distancohen nga politikat e përçarjes të zotit Taravari, e sponsorizuar nga BDI-a dhe oligarkat tjerë, dhe të qëndrojnë në koalicionin e ndryshimit, sepse vjeshta sjell një fitore të re dhe një skenë të re politike. Presidenti i Republikës Kosovës i përgjigjet letrës së dërguar nga kryesuesi i seancës konstituive të legislaturës së 9, Avni Dehari. Në të, Vjosa Osmani shkruan se është detyrim kushtetues për të garantuar funksionimin e institucioneve. Ajo ka rikujtuar se akt gjykimit e gjykatës kushtetuese detyrojnë deputetët të mundësojnë formimin e institucioneve dhe jo t'i bllokojnë ato. Interesi i Republikës Kosovës duhet të jetë udhërrëfyesi ynë suprem, është shprehur presidentja. Reagimi erdhi pasi Kuvendit kërkoi interpretim mbi vendimin e kryeministrit për të dhënë dorëheqjen pak përpara seancës për mbarjen e mandatit të deputetit. Përfundoi trajnimi specializuar mbrojtje e VIP-ave në kampin e njësive speciale Vrella në Slati në Kosovë, trajnimi i cili kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale në mbrojtjen e figurave të rëndësishme, u realizua në bashkëpunim ndërmjet institucioneve të sigurisë Kosovës dhe Turqisë. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Zveshla tha se ky trajnim shënon një hap të rëndësishëm për avansimin profesional të policisë Kosovës. Nivelin në të cilin ndodhet sot policia jonë vazhdon të vlerësohet nga të gjithë qytetarët tonë pa dallim si institucioni më i besueshëm në vendin tonë. Policia jonë e ka dëshmuar zbatimin e mandatit të saj me efikasitet dhe që është e gatshme në çdo kohë të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, të zbraps çdo plan apo element destabilizues që rrezikon Republikën tonë. Bota. Këtë vit Bashkimi Evropian pritet ta shpërsojë mekanizmin e pezullimit të vizave. Në këtë mënyrë, Brukseli do ta ketë më të lehtë të heqë regjimin pa viza për qytetarët e 61 vendeve që aktualisht e gëzojnë atë përfshirë të gjitha vendet aspirante për anëtarësim në BE dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe Gjeorgjinë, Moldavin dhe Ukrainën. Propozimi për të shtuar më shumë arsye në mesin atyre ekzistuese për pezullimin e udhëtimit pa viza ishte filluar nga Komisioni Evropian në vitin 2023. Këshilli i Bashkimit Evropian e miratoi qëndrimin e tij për këtë çështje një vit më parë. Megjithatë, për shkak të zgjedhjeve parlamentare europiane në qershor 2024 dhe ngarkesës së madhe legjislative, Parlamenti vetëm së fundmi ka miratuar mandatin për të negociuar. Nëse gjithçka shkon mirë, ligji i ri pritet të hyjë në fuqi në fillim të vjeshtës. Serbia zgjedh qeverinë e re. Ajo do të udhëhiqet nga kryeministri Gjuro Macud dhe do të ketë 30 ministra, prej të cilëve 10 janë ministra të rinj. Në fjalën e tij, Macud tha se Serbia është e lodhur nga përçarje dhe protesta dhe se duhet punohet për harmonizimin e shoqërisë, sepse harmonia mund të ndërtohet përmes dialogut, tolerancës, punës dhe ndërtimit të sistemit të vlerave. Demo Berisha, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Serbi, u emërua ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Kundër emërimit të tij ishte përfaqësuesi i vetëm i shqiptarëve në Kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi. Me marrjen e mandatit, kryeministri i ri tha se synimi do të jetë funksionimi normal i shkollave dhe fakulteteve, puna e të cilave është bllokuar prej muajsh për shkak të protestave të udhëhequra nga studentët. Për zgjedhjen e qeverisë së re votuan 153 deputet, ndërsa 46 deputet votuan kundër në një seancë të Kuvendit të Serbisë të mërkurën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.